Drejtoria e Kulturës ka vendosur që gjatë gjithë muajit dhjetor në qytetin e Ferizajt të organizojë ngjarje të ndryshme për ta përcjellë vitin 2015. Në kuadër të këtij organizimi ka ngjarje të ndryshme si koncerte, shfaqje dhe përzgjedhja e më të mirëve në kulturë e sport. Përgjegjësi për kulturë, Sabri Pajaziti, tha se përkundër vështirësive financiare në këtë sektor, ky vit do të përmbyllet ndryshe nga motmotet e kaluara. Drejtoria e Kulturës zakonisht ka përmbyll fundvitin me një koncert të veçantë, koncert fund viti që e kemi quajtur. Vitet e paraprakë kemi pas koncerte në parashishit komunës. Vitin e fundit kemi pas një koncert më modest në teatr, ndërsa si vjet do ta marrim gjithsesi një koncert përmbyllës si Drejtoria e Kulturës, po kuadër kësaj do kemi një aktivitet shumë të veçantë që do ta shpallim me artistin e vitit, që është aktiviteti që nuk është bërë më herë. Edhe natyrisht kemi disa grupe kulturore që Drejtoria e Kulturës bashkëpunon në vazhdimsi, në kuadër të kësaj. Gjithë ato planifikimet e tyre kemi futur në agjendën tonë që thjesht të ngjeshet një kalendar me disa aktivitete kulturore për fund vit. Ndërsa ky manifestimi tjetër që po bëhet në Shesh është një projekt i veçantë që ka përkrahur komuna, natyrisht që veç e begaton këtë fundfest. Si vjet edhe teatri i qytetit po e përfundon ndryshe këtë vit, duke i dhënë ferizajësve dashamirë të teatrit, 3 repriza dhe një premier. Pse ndodhi kjo dhe çka do të kemi kësaj jave? Po, në krahasim me viteve tjera, mendoj po edhe teatri ka vite që i ban nga 4 premiera përpas një viti i cili pak a shumë patëm disa probleme. Mirë, po teatri gjithmonë ka probleme. Mirë, ne u mundum me ato kushte çfarë i kemi që sa më shumë t'i ofrojmë publikut Ferizajës shfaqjet dhe mendum që në këtë vit të jetë një risi, mos them risi sepse java e teatrit për në fund vit mendum që për shkak festave të fund vitit i kemi edhe ne edhe ta tregojmë punën tonë një vjeçare me shfaqjet të cilat i kemi pas në repertor dhe një shfaqje mysafire e cila e premierën e ka pas të premten dhe mbram ka qenë mysafire në teatrin e Ferizajt. Jemi sa më afër publikut, kjo ka qenë qëllimi kryesor, në fund vit festojmë së bashku. Për shënimin e festave dhe përfundimit të vitit 2015, ngjarjet kanë nisur më 5 dhjetor, ndërsa do të vazhdojnë deri më 30 dhjetor, një natë para natës së vitit të ri, ku do të shpallet artisti i vitit, që është organizimi i parë i këtij lloji në Ferizaj.